Përshëndetje, është emisioni 05 dhe për ju të televizionit Festina. Është në arsye veçantë që po takojmë edhe këtë të shtunë dhe si çdo herë tjetër një falënderim i veçantë ndaj sponsorëve tonë. Bas Market, Ex-Coins.me, Irfa Roloder, Ninos Pizza, Al Production, Butiku Mesa dhe Mobileria Vladi. Pa humbur kohë tashmë, vazhdojmë me informacionin e parë që kam përgatitur ta ndaj së bashku me ju. Tremjetullahu sjell këngën e re. Këngëtari i njohur shqiptar Tremjetullahu gjatë kësaj jave ka sjellur një këngë të re. Një cigare mban titullin Kënga më e re nga Trimi, e cila erdhi realizuar edhe në mënyrë vizuale dhe u prit shumë nga audienca e artistit. Ka marmali irë me tani, ka marmali mu për lasit mi, unë në ti si moca me mi, vaj. Luizeli sjell këngën e re. Këngëtari i njohur shqiptar Luizeli gjatë kësaj jave ka sjellur një këngë të re. Këtë mban titullin Kënga më e re nga Luizi, e cila padyshim se erdhi realizuar edhe në mënyrë vizuale. Kënga u prit shumë nga audienca e artistit dhe këngën e ndjekim në vazhdim. Një ndër emrat më të përfolur në rrjetin social TikTok padyshim se është këngëtari i njohur Eli Malaj, e cila po pritet shumë nga audienca shqiptare me projektet e saj. Një këngë të re ka sjellur para pak dite në bashkëpunim me artistin Rati. Dumtak mban titullin Kënga më e re nga kjo dyshe, e cila po klikohet mjaft shumë. Mikesha emisioni 05, Ganimet Abazi dhe Pro Band gjatë kësaj jave kanë sjellur një seri këngësh. Janë plot 10 këngë ku publikuan brenda një dite dhe po priten shumë nga audienca e Ganimet Abazi dhe Pro Band. Vlen ceket se këto 10 projekte janë të realizuara të gjitha me videoklip dhe po klikohen mjaft shumë. Mishtë emisioni 05, dal nga dal arritëm në informacionin e fundit që kam përgatitur ta ndaj së bashku me ju për këtë javë. Dhe tashmë do flasim për një ndër zërat më të bukur në vendin tonë dhe jo vetëm. Është fjala për artisten Sheila, e cila para pak dite ka publikuar një solo projekt. Ajer mban titullin ky projekt, i cili padyshim se erdhi edhe me një super videoklip.